Televizioni Channel One sjell pamjet ekskluzive të pasojave që sjell kompania Armo në zonën e Fierit. Nga ndotja që ky impjant lëshon në tokë, helmet janë bashkuar me ujin që përdoret për vaditje dhe që pi baktia dhe ka sjell pasoja dramatike. Me 10 krerë bakti kanë ngordhur. Kjo tragjedi ka ndodhur edhe pse prej shumë kohësh mjekët në zonë kanë dhënë alarmin se edhe banorët e zonave përreth janë të ekspozuar ndaj intoksikimeve. Ndërkohë Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri mendon të kundërtën. Në një intervistë për emisionin Tonight e Ilvatares në Ora News, ministri deklaron: Nuk ka vdek në njëri dhe nuk ka pas një problem. Po vetëm rasti fatkeqësisht reagon shteti, në fakt, keni drejtë në këtë. Po jo, realisht ndotje mund të ketë, ka dhe uzina tjera që ndosin, për rëndësishme që ato punojnë. Ky që flet me këtë arrogancë dhe siguri është ministri përgjegjës, i cili ka lidhur kontratën me kompaninë azere për administrimin e kompanisë Armo. Por pa çka asaj që thot ministri, faktet janë ndryshe. Atje helmimi në mas po ndodh. Zoti Gjiknuri përpiqet të heqë përgjegjësinë nga vetja, duke thënë se për sa i përket ndotjes, është Ministria e Mjedisit që përgjigjet. Por i intervistuar nga Departamenti i Investigimit në Channel One, Ministri Zoti Lefter Koka thot se kompania Armo deri tani është gjobitur nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit për rreth 2 herë nga 5 milionë lekë vjetra. Po gjatë kësaj kohe derisa të plotësohet masa e gjobës, çfarë masash ndërmerrni vetëm ka? Në dhënien e lejes së një kompanie janë përfshira disa ministri. Ministria e Mjedisit përgjigjet thjesht për ndotjen e mjedisit. Të tjera ministri janë për pajisjen me leje për ushtrimin e aktivitetit. Kështu që ne kemi lënë detyrat përkatëse, kemi gjobitur, kanë kohët e tyre, do të kontrollohen përsëri deri në masat, nëse nuk marrin masën për mbylljen e aktivitetit, propozim kjo, sepse masa finale merret pastaj nga qeveria shqiptare. Pra, zoti Lefter Koka është i pari ministër i kësaj qeverie që pranon situatën. Ka marrë masat e duhura, por edhe i tregon vendin kompanisë azere. Ai paralajmëron që në rast se nuk do të merren masat, do të bëhet propozim për pezullimin e punës nga kompania Armo. Me gjithë këto fakte, sërish zoti Damian Gjiknuri, ministri përgjegjës për këtë situatë dhe për këtë koncesion, është treguar hermetik ndaj interesimit ton. I paraqitur në punë orën 9:20 të mëngjesit, jo vetëm ministri, por dhe këshilltari i tij për media Dardan Malaj nuk kanë dashur të na japin asnjë informacion. Në këto kushte, e vetmja rrugë që mbeti ishte një bisedë telefonike me ministrin, ku ai u shpreh se përshëndetje zoti ministër. Po, shpejt jam me nxitim, kush je? Nga televizioni Channel One ju telefonojmë, Departamenti i Investigimit. Ju kërkuam për t'ju paraqitur një problem shqetësues që ka ndodhur me çështjen e Armos. Është helmuar ujrat dhe kanë ngordhur bakti. Dini gjë juve, do merrni masat? Këtë jo, të shenja të për gjë. Po, a mund t'ju takojmë t'ju paraqesim këtë shqetësim zoti ministër? Ti shkojnë të QT-ja, te inspektorati qendror teknik, po me qisni situatën, shumë mirë, po shkojnë të kryejnë këtë. Zoti ministër, besoj se kjo është emergjente, nuk pret një procedurë kaq të gjatë. Ore, më të them, shko direkt për në qoftë se ke informacion, shko te inspektorati qendror teknik, me shkrim me situatë. Do të thënë, situata pret që ne të bëjmë një ankesë me shkrim. Ore, më falë që më thuaj, unë nuk kam këtë informacion, po më thuaj ti, ko direkt atje, po edhe unë po ja them këtyre të njëve, ku që janë kabinetit, unë ti po më thuaj, tash, unë se ti. Po, prandaj, ne ishim edhe sot pranë zyrave tuaja, prandaj ju pritëm t'ju takonim. Po, më falë që ti s'ka nevojë të takosh ministrin, ka struktura ministria. Hajde në ministrin, që ose e ke, shumë mirë. Dakor, do të shikojmë. T'ja paraqesim strukturave. Do të trajtohet sipas procedurës pa më. Edhe pse investigimi në Channel One sjell pamjet e masakrës që po ndodh në atë zonë, edhe pse shifrat që vijnë nga mjekët janë alarmante dhe dramatike, ministri që paguhet nga taksat tona nuk e kërkon asnjë lloj llogarie kompanisë azere dhe nuk na jep asnjë lloj informacioni. Televizioni Channel One do të vijojë gjatë gjithë javës me investigimin e dosjes Armo, si dhe do të sjellë të reja tronditse.